Tjetër fitore me shifra të thella e ekipit të flamurtarit në basketbol për femra në rezultatin 88-54 në ndeshjen e luajtur në shtunë në Pallatin e Sportit Aslan Rusi të kryeqytetit, ku përballë kishte ekipin e Studentit. Ekipi i flamurtarit vijon kështu të mbetet pa asnjë rezultat tjetër veç duke njohur fitore në këtë kampionat dhe duke mbajtur vendin e parë në renditje. Në takimin e luajtur ditën e shtunë në kryeqytet, ekipi i flamurtarit nuk ka patur as pak vështirësi përballë Studentit, duke marrë një fitore në shifra të thella dhe duke dominuar gjatë gjithë takimit. Gjithçka zgjidhur qysh në pjesën e parë me ekipin e flamurtarit që ka krijuar një avantazh të konsiderueshëm, ndërsa në dy periodat e fundit ka arritur ta thellojë edhe më tej rezultatin, duke marrë kështu një fitore të thellë në shifra 88-54. Ekipi i flamurtarit që ka siguruar prej kohësh pjesëmarrje në play-off vijon të mbetet në vendin e parë të renditjes dhe padyshim synimi për këtë vit është si gjithmonë arritja e titullit kampion. Ndërkohë për sa i përket ekipeve të flamurtarit, një fitore shumë të rëndësishme ka arritur dhe ai i volejbollit për femra në ndeshjen e luajtur ndaj Studentit në rezultatin 3-2. Një fitore që e mban ekipin e flamurtarit në rrugë për të ngjitur sezonin e ardhshëm në Superligën dhe me pjesëmarrjen e ekipeve më të mira të volejbollit shqiptar. Një ndeshje shumë e fortë është luajtur në Pallatin e Sportit Flamurtari me ekipin vënjat që ka fituar setin e fundit dhe duke mbyllur ndeshjen në shifrat 3-2. Kështu ekipi flamurtarit është tashmë në vendin e dytë të renditjes në rrugën drejt ngjitjes sezonin e ardhshëm në Superligën e volejbollit shqiptar.